Antarët e kryesisë në ndegëve të fshatrave të Dushkajes së komunës së Gjakovës u takuan me kryetarin e degës së këtij subjekti politik, Pal Lekaj. Ata biseduan për çështje që preokupojnë banorët e komunës së Gjakovës dhe situatën e krijuar para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen. Unë kam menduar që qeverisja lokale do t'i qaset ndryshi të mira të qytetarëve. E kam thënë dhe prap po e potencoj. Unë kom menduar që kemi zgjedhur një kryetare, pa marrë parasysh ka fituar, në demokraci për një votë bëhesh kryetar, e merr pozitën, por nuk kom menduar asnjëherë që mund vije një krye prokurore dhe të luan stilin e krye prokurores në komunë. E kom thonë edhe në deklaratat e mia, çdo të mire që e ban qeverisja, ne i gëzohemi, edhe une bashkë me ju, bashkë me qytetarë, por nuk na vje mirë kur shohmi një stagnim të qeverisis apo punëve të mira që duhet mi ban qeverisja lokale. Nuk do të thotë që tash na duhet me fol keq, zi, veç pse na nuk jemi në pushtet ju. Po flasim me syt kritikut, po du unë me pa ndryshimin kur vi prej Dobroshit për Gjakov me shku në Prishtinë me pa ndryshim. Thënë, ma shkurt, qeverit që vinë, ku do qoftë, fatkeqësisht kjo ndodhë në krejt Kosovë, fatkeqësisht po thamë, sikur vedia e njerëzve që vinë pushtet të ishte për me shku aty ku ka shku një qeveri paraprake, me vazhdu me projekte. Ajo është domi ma i vogël që mundet mjë bo qytetarit, prej aty duhet me vazhdu, duhet me punu, duhet me ilon gjitha të tjerat, jo mu marë, sa mu i kanë kalu, ende me ato qka ka bo qeveria, qka kalon borgje, qka ka bo. Puno, zonë, zotri, puno. Puna është ajo që të ngri. Të pranishmit u shprehen se nevojat e qytetarëve janë të shumta. Prej ditëve të para që u bën anonca për ardhmërinë e Kosovës, Cermjani do shkoja fuqimisht e kanë mbështet. Unë besoj nesër me konë ramushin qeveri kësaj anës, po thonë sikur do si po thonë kam ja kthy nomin, po bile s'ka mi lënë të harrume. Sikur të ishte Ramushi kryeministër, s'pakti që ke ugur ashtu që 2 vjetë nuk ishte ashtu. Po thonë që kish bu me nam matë madhesh, këtë treve ka blokuar urë që o prish, shumica e transporte vikin për për Prizren, që këtu lokale kishin me pas punë. Do më thonë prej diçka ma të vogël e Smjanis. Sikur tha Valoni me Smjanisin fill me traktura, me autobusa, me maru, një urë. Qeveria e Hashim Thashit prej ditës por dhe sot njihet si ka bërë rrugë shumë. Me antarët e kryesive të degëve të kësaj ane u diskutua edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet që pritet të mbahen këtë vit.